Të nderuar teleshikues, tu ngjatë jeta. Grupi i xhirimit të emisionit Gjurmët është vendosur sot në trevën e Mirditës, në fshatin Gziq, këtu, pranë kishës së Shën Maris. Do të flasim për themelimin e shtetit të Arbërit 800 vjet më parë. Për të diskutuar rreth kësaj teme kemi të ftuar zotin Gjin Marku, banor autokton i kësaj treve dhe njëkohësisht kryetar i Komitetit të Pajtimit të Mbar Kombëtar. Zoti Gjin, faleminderit që pranua ftesën e emisionit Gjurmët. Faleminderit edhe është kënaqësi që pikërisht unë vi sot këtu në qendër të trevës së Mirditës, nga e cila kam origjinën. Ne jemi pikërisht tek kisha e Shën Maris, e ndërtuar me materialin ose mund të themi guret e kishave kryesore, dy kishave të mëparshme të Shën Maris, që i përkasin periudhës së vitit 1190-1216 të sunduesve të Principatës së Arbërit, por pikërisht në ndërtesën e kësaj kishe ka gur të kishës së Shëngjeshit dhe të Shënë Premtës, që janë akoma më të rëndësishme për sa i përket dëshmisë historike të marrëdhënieve të kësaj treve, ose mund të themi të gjithë hapësirës arbërore të kësaj periudhe, me komunitetin ndërkombëtar, perandorinë romake, me perandoritë e tjera, të cilat kërkonin sigurisht të kishin influencën e tyre. Po, kur ju kërkova të ishit pjesë i ftuar e emisionit Gjurmët, ju më propozuat të ishim këtu në terren pranë kësaj kishe, në këtë zonë. Çfarë personifikon kjo zonë për shtetin e Arbërit që u krijua 800 vjet më parë? Po, në këtë pikërisht tek kjo kishë, ashtu siç theksoi edhe profesor Mojko Mzeqo tek konferenca shkencore mbi shtetin e Arbërit me datën 18 të këtij muaji, para pak ditësh, janë gjetur dëshmitë më autentike, ose mund të themi më të pakontestueshme, më të qëndësishme dhe shumë të rëndësishme me mbi shkrimet dhe stemën e Principatës së Arbërit, mbi shkrimet për Përgonin, Gjinin edhe Mitrin, bijtë e tij, të cilët mbas Përgonit sunduan, ose mund të themi e drejtuan shtetin e Arbërit. Pra doni të thoni që kjo zonë ku jemi vendosur ka qenë kryeqendra e shtetit të Arbërit, apo jo? Nëse dikush pikërisht kërkon me çdo kusht të thellohet në histori dhe të shohim se çfarë ka qenë në atë moment Principata apo shteti i Arbërit, duhet të shohim se ku janë bazat kryesore ose qendrat kryesore të saj. Ka të dhëna se edhe stema skurajve është shumë e rëndësishme, se për sa i përket ekzistencës së kësaj principate ose të këtij momenti shtetformues, ashtu si edhe të tjerë pikërisht me kisha dhe vende të tjera siç është ajo e Brarit, ose me gjurmët në Kështjellën e Krujës ose në qytetin e Krujës, kërkojnë ta spostojnë pikërisht kryeqendrën edhe nga drejt Krujës. Por, siç thotë edhe profesor Kristof Rashëri, shumë të rëndësishme dhe të dëshmuara në histori, pa kontestim, janë kisha e Rubikut ose qendra kryesore e Rubikut, e cila më vonë në saj të presioneve ose trysnive të mëdha të Bizantit apo edhe të mëvonshme të pushtimit otoman, i detyroheshin të spostoheshin, të kalonin në, mund të themi, në zona më të mbrojtura, Më në brendësi të kontinentit, apo jo? Më në brendësi të trevës, e cila ose të vetë hapësirës arbërore, siç është ky truall ku jemi ne, me të gjitha kodrinat për rreth, në këto 4 kodrina, ju do shikoni se atje, pikërisht në vitet 1976, 77, aty kur punoj gjeneshin tegullat e përmasave 40 me 70 cm dhe të trasha rreth 10 cm, që i përkasin ndërtimeve shumë më të hershme se sa periudha e Arbërit, po kështu në ballë të kishës ku jemi, ndodhet pikërisht trualli i kishës së Shëngjeshit, një kishë shumë e rëndësishme e dëshmuar në histori, pikërisht për këtë qendër arbërore. E keni fjalën për atë godinë e vogël të bardhë? Për godina e bardhë është pikërisht oborrin e kishës së Shëngjeshit. Matan pikërisht matana saj, jo më në maje, ka qenë kisha ndërfanës dikur më vonë. Ndoshta në marrëdhënie pikërisht me kishën e Shëngjeshit të një periudhe të shumë më të hershme se sa flasim për këtë moment. Po kështu është në të majtë të kësaj, tek rrafshi tjetër, i cili duket pikërisht si një kodrinë, një pllaj livadore, aty ka qenë
qenë kisha e Shënë Premtës, dhe ati janë gjetur edhe rënoja dhe me një hark shumë të rëndësishëm të mbi shkrimeve të asaj kohe. Ndërsa në mënët të majtë kishës Shënë Premtës ndodhet një kodrin e cila quhet në martesën vendase si toponim Suka e qytetit. Suk është fjala, është kodër, dhe ajo pikërisht fjala Suka e qytetit me një mund të them vendosmëri shumë të madhe, vetë profesor Aleksandr Meksi tregon qartë se aty ka qenë qyteti, ose mund të themi ka qenë pikërisht pjesë e qytetit, kjo kodrin ka qenë pjesë e qytetit. Zoti Marku, shumë objekte kulti në këtë sipërfaqe kaq të vogël toke. Sigurisht. Atëherë mos tregon që këtu ka qenë një qendër tepër e zhvilluar urbane, pra një qytet i mirëfillt në ato kohë? Sigurisht, përderisa edhe në mrapa, në kodrinën mrapa, se cila ka një toponim, kisha Shënggjonit, dhe të gjitha kodrinat tu ka rënoja dhe toponime kishës, në 4-5 kodrina gjenën 13 troje kishës, kjo tregon qartë se këtu kemi të bëjmë me një qytetrim, ose qytet, ose një qendër shumë të madhe e qytetrimit i lirë arbror. Në këtë aspekt ne kemi humbur shumë si kom përsa i përket gjurmëve të historisë, ose më mirë mund të themi ende nuk po përpiqemi që ti verifikojmë dhe ti shfaqim ato, mbasi për neve të shumë e rëndësishme të tregojmë se nuk jemi ai kom që anatemohemi, por jemi një kom me një kulturë ligjore dhe shtetformimi shumë të më të hershme se sa komësitë e tjera. Pikërisht në vitin 2012, 2 vjet më parë, gjithë shqiptaria në troje shqiptare u festua 100 vjetori i pavarësisë. Mirë po fare pak u cek ose as pak fakti që shteti i Arbërit është krijuar 800 vjet më parë. Si e mendoni këtë? Është një lapsus, një gabim njerëzor, një harresë, një keqdashje? Unë mund të them se minimalisht mund ta quaj handicap të historiografisë shqiptare ose të sjelljes së klasës politike shqiptare, të paktën mbas vitit 1912, siç e quajnë ta viti i themelimit shtetit shqiptar ose i pavarësisë së shqiptarëve nga otomanët. Vënia e theksit tek themelimi i shtetit shqiptar pikërisht në vitin 1912, kur në atë kohë edhe qeveria asaj kohe nuk mundi të kapte vetë as 2/3 e territorit të banuar nga shqiptarët. Dhe një vit më vonë trojet shqiptare u coptuan për hir të marrëdhënieve mes fuqive të mëdha, pra për hir të ekuilibrit të tyre, u ndan territoret shqiptare dhe nuk pati kurse si një akt shtetformimi për shqiptarët, për mua është shumë antishqiptare. Pra të lësh me një anë shtetformimin, historinë shqiptare të shtetformimit dhe të instalohesh me trumbetime, të harxhosh fonde për t'i dhënë pikërisht mesazhin gjithë kombit shqiptar, veçanërisht fëmijëve, që edhe në shkollat diçka kanë lexuar për principatën, gjë që ka mbetur thjesht fjala si principat dhe një shtet i Arbërisë. Pikërisht mund të them se janë shumë antishqiptare. Pra lë për dëshiruar dhe tekste shkollore ku fëmijët shqiptar mësojnë historinë e vendit të tyre, lën shumë për dëshiruar, nuk është cekur fare termi shteti i Arbërit. Mund t'ju them se është detyrë imperative e kohës në prag të integrimit në Europën e Bashkuar që ne të shfaqim komplet vlerat tona të mohuara në mënyrë të qëllimshme nga vasalet e politikave antishqiptare të cilat sot fatkeqësisht ekzistojnë edhe në formën e qeverisjeve të ndryshme që vinë në këtë vend. Unë mund t'ju them se fatkeqësia e këtij vendi është pikërisht qeverisja në formën e drejtshkurtësisë dhe jo të largpamësisë. Jo vetëm për Evropën, por për gjithë njerëzimin, ne kemi vlera, jo vetëm shtetformimi, por për vlerat të qytetrimeve, vlerat të qytetrimit në përgjithësi edhe të bashkohor. Është fakti që në Shqipëri jetojnë 3 religiona, po. Pikërisht të bashkëjetesës së kulturave, të respektit për origjinën dhe racën, për bashkëekzistencën dhe pranimin e kulturave të tjera në këto troje. Mund t'ju them se periudha i liro-arbrore, veçanërisht periudha e Arbërisë, ka qenë periudha e një lullëzimit jo vetëm të ekonomisë dhe të pavarësisë së shqiptarëve, por edhe e marrëdhënieve shumë të pastra të shqiptarëve me kulturat e tjera. Në konferencë u sollën shembull shumë të mirë kur Kaltopia për shembull ka pranuar ndërtimin e kishave të Bizantit. Pra respektimi për një kulturë, qoftë edhe e invaduesve, është një merit e një populli me një vizion jashtëzakonisht të qartë për të ardhmen e brezave të tij, për të ardhmen e njerëzimit. Pra
një popull kaq paqëdashës, me një kulturë ligjore të spikatur, me rregulla etike të përcaktuara, edhe kur ka qenë në varfrinë e tij më të madhe, pikërisht tregon cilësi shumë të larta të një kombi që i shërben njerëzimit, por mohimi për ambicia apo për interesa shovene të fuqive të mëdha apo që kanë sunduar planetin është një dëm për vetë njerëzimin. Është detyrë jona që në prag të bashkimit me Europën e Bashkuar, ne jemi zemër të Europës Bashkuar, jemi kombi më i vjetër i Europës Bashkuar, jemi Europa e Bashkuar vetë, mund të themi jemi rënja e Europës së Bashkuar, me të gjitha vlerat që është faq sot, që janë vlera shqiptare, pikërisht ne sot mbetemi jemi akoma nëse të diskutuar do marrim apo s'do marrim statusin. E që vlerë ka fjala status apo pranim i këtij statusi kur ne jemi rënja e qytetërimit evropian. Kur ne jemi pikërisht mbrojtja e këtij qytetërimi. Dhe pse duhet të fokusohemi për thjesht interesat çastit politike e mediatike tek gjëra krejtësisht pa vlerë dhe të mos merremi me thelbin e vlerave tona në shërbim të Europës së Po Bashkuar. që mund të shtojmë këtu edhe vlerësimin që Vatikani ka dhënë herojit tonë kombëtar, atleti Krishtlërimit. Po sigurisht, jo vetëm ky rast, por gjithmonë Vatikani edhe në gjatë gjithë periudhës që i kishim të bënim me okupimin otoman, ai insistoi që kurse si të mos i kundërvihej asimilimit, mund të themi, të territoreve ose të tjetërsimit territoreve shqiptare, sepse kështu ishte situata e vështirë ndoshta për të mos i mbrojtur dot të territoret shqiptare. Por ata insistuan nëpërmjet të deleguarve të tyre në të gjithë shekujt të kishës së Romës në këtë vend që të ruhej gjuha, të ruheshin etika edhe vlerat zakonore shqiptare që përbën një vazhdimsi të një kushtetute që i shërben njerëzimit, për sa i përket rregullave të qarta që vendoste kjo kushtetutë shqiptare, arbënore, ilire, për të gjithë njerëzimin, për rregulla shumë të qarta që s'mund të preken në asnjë kohë, pikërisht ata insistuan që të ruheshin nëpërmjet gjuhës, të ruheshin nëpërmjet pra këtyre kodeve, rregullave zakonore shqiptare. E drejta zakonore shqiptare është një perlë, një mrekulli thonë të huajt për kanunin shqiptar, gjë që mund të themi se ka vend ta cilësojmë edhe në këtë rast se duhet që me çdo kusht ne ta ndërtojmë, ta shkruajmë kanunin real shqiptar, mbasi ato kanune që janë shkruar mund të themi më kam me dorë dhe nuk është vjelur gjithë. Pikërisht kam një pyetje të fundit për pjesën e parë të emisionit tonë për të hedhur në një pyetje tjetër, pra në temën tjetër. Kush kanë qenë territoret e shtetit të Arbërit dhe pse më vonë shqiptarët që emigruan pas pushtimit osman të Shqipërisë u quajtën arbëresh? Nuk mendoj se them një gjë të gabuar nëse pretendoj që studiuesit shumë të mirë, të cilët fal mund të themi kësaj kohe na gjen me ata shumë aktiv, ka mundësi që ne t'i përqendrohemi drejt orientimit, duhet të përqendrohemi drejt orientimit për ta parë Arbërinë si një hapësirë e kulturës ligjore dhe shtetformimit, jo thjesht me një principat, por në të gjitha trevat ku janë shqiptarët, ku janë këto vlera, mbasi edhe po të përqendrohemi thjesht në pak element toponimie, siç janë për shembull Progonati. Qytetarët atje thonë kollaj, thotë është në nderim të princit Progon, pra ne kemi emrin fshatit Progonat. Profesor Mojkomzeqo me një dashuri shumë të madhe, ndoshta edhe për këtë këndvështrim, ishte këto ditë në Gjirokastër dhe tha dua të them diçka që i famshmi Çabej, që ka lënë një mund të them një monument të kulturës son të gjuhësisë, të studimeve dhe ka vendos bazat e themelin e shkencor për gjuhën shqipe. Ai ka thënë që fjala labëri vjen nga arbëria, pikërisht. Po në jug të Italisë ne dim shumë mirë se aty janë arbëreshët. Dhe njihen nga gjithë bota, jo vetëm nga Italia, me fjalën arbëresh të Italisë. Dhe arbëresh pikërisht janë ata që u dynin nga trojet arbërore në jug, jo të Shqipërisë, por pikërisht matan Korfuzit,
mund të themi, janë ato zona që sot arbreshët italisë i quajnë si trojet e mëdheun e tyre. Kënga më e bukur amore është jashtëzakonisht jo vetëm thjesht prekse, po domethënëse. Po kështu, nuk flasim për trevat e tjera që kemi të bëjmë deri në Mitrovicën, me hapësirat më të gjëra ku